Prej ditësh qyteti i Durrësit, por edhe qytetet të tjera të Shqipërisë po kalon një situatë mjaft të vështirë nga përmbytjet. Lagjet e tëra janë në ujë, teksa ekipet e emergjencës janë në përpjekje të zhbllokimit të kanaleve kulluese. Pikërisht këta të fundit shihen si shkak se përse Durrësi po përmbytet vitet e fundit. Qyteti i Durrësit është përmbytur si pasojë e bllokimit të infrastrukturës kulluese. Në vitin 2022 Bashkia Durrës 23 nëse nuk gabohem, do të bëjë një devijim rrjedhje të kanalit nga kanali sipërmi Kodrës për ta bashkuar me hidrovorin. Kjo gjë ka çuar që hidrovori të mbi ngopet në vollumin e ujit, të shkojë ndonjëherë edhe mbi nivelin e detit vet. Depurifikatori i ujrave të zeza ndodhet shumë afër hidrovorit. Jo vetëm që ndodhet afër hidrovorit, por edhe shkarkon ujrat e zeza në kanalin e hidrovorit. Pra, ujrat e kullimit të shiut përzihen me ujrat e zeza të qytetit. Pra, infrastruktura kulluese jo vetëm që nuk është mirë mbajtur, por mbi të gjitha është mbi ngarkuar, mbi të gjitha kanali zgjatues që kalon nga kanali i Kodrës tek hidrovori, pra ky kanali i betoni, është kanal që futet brenda banesave, brenda oborreve, brenda kabinave elektrike dhe nuk ka asnjë siguri për banorët. Sipas ekspertit, qeverisja vendore e Durrësit ka bërë edhe një tjetër gabim sa i përket urbanistikës së qytetit duke ndërtuar mbi infrastrukturën kulluese të ujrave. Vitin 2020 nga pandemia, Bashkia Durrës ka alokuar lagjen e hidrovorit dhe lagjen e kolektorit të pastrimit të ujrave zeza dhe purifikatorit e ka përcaktuar si një zonë e rindërtimi. Nëse ne shohim pallatet e rindërtuara sot në qytetin e Durrësit në hyrje të autostradës të Krahun e Djathtë nëse hym, do kuptojmë që të gjitha ndërtimet e reja të bëra për të alokuar banorët nga tërmeti janë ndërtuar mbi